Shumë prej nesh mendojnë se rinja është kulmi i jetës, koha kur ndërtojmë gjithçka, karrierën, familjen, ëndrat tona. Është ajo periudhë ku çdo ditë duket si një mundësi për të arritur sukses dhe për të lënë gjurmë në boll. Por çfarë ndodh kur kalojmë moshën 40 vjeçare? Shoqëria moderne na ka mësuar ta shohim këtë prag me frikë, si fillimin e një rënjeje të pashmangshme, ku energjia dhe mundësitë fillojnë të zbehen. Megjithatë, Carl Jung, një nga mendjet më të mëdha të psikologjisë së shekullit të 20, kishte një pikpamje krejtësisht të ndryshme. Sipas tij, jeta e vërtetë nuk fillon para moshës 40 vjeçare. Deri atëherë, ne thjesht mbledhim përvoja, eksplorojmë dhe përpiqemi të kuptojmë se kush jemi. Por çfarë e bën këtë moshë kaq të veçantë? Sot do të zbulojmë pse Jung e shihte moshën 40 vjeçare si një fillim të ri dhe si kjo ide mund të ndryshojë mënyrën se si e perceptojmë jetën tonë. Le të fillojmë nga fillimi. Dekadat e para të jetës sonë janë si një lloj shkolle gjigante. Që nga fëmijëria ne mësojmë rregullat e botës, çfarë është e pranueshme, çfarë është e ndaluar, si të sillemi për të fituar dashurinë dhe respektin e të tjerëve. Këto mësime nuk vijnë nga një dëshirë e brendshme, por nga mjedisi që na rrethon, prindërit, mësuesit, shoqëria. Ne fifim vlera dhe besime që shpesh nuk i vëmë kurrë në dyshim. Pastaj vjen adoleshenca, një kohë e trazuar ku nevoja për të qenë të pranuar nga të tjerët bëhet edhe më e madhe. Përpiqemi të gjejmë vendin tonë në botë, duke u krahasuar me bashkëmoshatarët dhe duke u përpjekur të krijojmë një identitet që na bën të ndihemi të vlefshëm. Kur hymë në moshën e rritur, fokusi ynë zhvendoset drejt stabilitetit. Ndërtojmë karriera, krijojmë familje, blejmë shtëpi, të gjitha këto duken si hapat natyral të jetës. Gjithçka duket se ka një qëllim të qartë, të arrijmë sukses, të fitojmë njohje dhe të përmbushim pritshmëritë që shoqëria ka vendosur për ne. Por a e keni pyetur ndonjëherë veten, kush i ka përcaktuar këto qëllime? Carl Jung e quante këtë fazë ndërtimi i personës, pra krijimi i një maske sociale që ne e veshim për t'u përshtatur me botën. Është një proces i domosdoshëm, sepse pa këtë maskë, ne nuk mund të funksionojmë në shoqëri. Por problemi është se kjo maskë nuk është e gjithë e vërteta për ne. Është vetëm një pjesë e vogël e asaj që jemi. Pas kësaj maske fshihet një unë më i thellë, më autentik, që shpesh e injorojmë gjatë viteve të para të jetës. Dhe pikërisht këtu fillojnë të shfaqen çarjet. Rreth moshës 40 vjeçare, shumë njerëz përballen me një ndjenjë të çuditshme pa kënaqësie. Ajo karrierë që dikur na entuziazmonte nuk na jep më të njëjtën kënaqësi. Sukseset që kemi arritur fillojnë të duken boshe. Ambiciet që na kanë shtyrë përpara për dekada me radhë papritmas humbasin kuptimin. Pse ndodh kjo? Sipas Jungut, ky është momenti kur fillon procesi i individimit, një fazë ku ne ndalojmë së jetuari sipas rregullave të tjerëve dhe fillojmë të kërkojmë veten tonë të vërtetë. Në gjysmën e parë të jetës, ne krijojmë një version të vetes që i përshtatet botës. Por pas moshës 40 vjeçare, vjen koha të heqim dorë nga ajo që nuk na përket dhe të zbulojmë çfarë na bën vërtet të lumtur. Kjo nuk është një rrugë e lehtë. Shpesh shoqërohet me dyshime, frikë dhe madje edhe një ndjenjë humbjeje. Shoqëria i quan këtë krizë të moshës së mesme, por Jung e shihte ndryshe. Për të, kjo nuk është krizë, por një mundësi transformimi. Është koha kur mund të rishikojmë zgjedhjet tona, të kuptojmë çfarë ka vlerë të vërtetë dhe çfarë kemi bërë thjesht për të kënaqur të tjerët. Një nga konceptet më të fuqishme të Jungut është hija. Hija është ajo pjesë e jona që ne e kemi fshirur ose shtypur për t'u përshtatur pritshmërive të botës, dëshirat që kur nuk i kemi shprehur, ëndrat që i kemi lënë mënja nga frika e dështimit, madje edhe anët e personalitetit tonë që i kemi gjykuar si të papranueshme. Para moshës 40 vjeçare, ne mund të injorojmë këtë hije dhe të vazhdojmë të jetojmë sipas rregullave të jashtme. Por pas kësaj moshe, hija fillon të trokas në derën tonë me më shumë forcë. Nëse e injorojmë, rrezikojmë të jetojmë me një ndjenjë të vazhdueshme boshllëku dhe mungese autenticiteti. Pranimi i hijes nuk do të thotë të japim veten pas çdo impulse të errët. Do të thotë të njohim çdo pjesë të vetes, edhe ato që mund të na bëjnë të ndihemi të pakëndshëm, dhe të integrojmë ato në jetën tonë. Vetëm kështu mund të çlirohemi nga iluzionet dhe të fillojmë të jetojmë si vetja jonë e vërtetë, pa nevojën për të provuar diçka para të tjerëve. Nëse gjysma e parë e jetës është si një fazë eksplorimi dhe ndërtimi, pas moshës 40 vjeçare ne hymë në një periudhë reflektimi dhe kuptimi të brendshëm. Gjërat që dikur na dukeshin të rëndësishme, konkurrenca, ambicia, nevoja për t'u dalluar, fillojnë të zbehen. Në vend të tyre lindin vlera të reja, dëshira për të gjetur kuptim, për të ndërtuar marrëdhënie të sinqerta dhe për të jetuar sipas parimeve tona. Ky ndryshim nuk është thjesht psikologjik, ka edhe baza shkencore. Studimet tregojnë se pas moshës 40 vjeçare, truri ynë fillon të ndryshojë. Korteksi prefrontal, zona përgjegjëse për mendimin kritik dhe vendimmarrjen e matur, bëhet më i fortë me kalimin e moshës dhe përvojës. Kjo na lejon të përballojmë sfidat me më shumë qetësi dhe qartësi. Nga ana tjetër, amigdala, pjesa e trurit që kontrollon reagimet impulsive dhe frikën, bëhet më pak dominante. Si rezultat, ne stresojmë më pak dhe reflektojmë më shumë.
është një kohë ideale për të jetuar me më shumë vetëdije dhe paqe të brendshme. Pas moshës 40 vjeçare, shumë njerëz fillojnë të fokusohen më shumë te përvojat që kanë kuptim se sa te shpërblimet e menjëhershme. Ne zhvillojmë një aftësi më të madhe për të çmuar momentin dhe për të zgjedhur me kujdes marrëdhëniet dhe aktivitetet që na pasurojnë vërtet. Në thelb, truri ynë na shtyn drejt një jete më autentike dhe më të plotë, larg presioneve dhe iluzioneve të shoqërisë. Jung besonte se liria më e madhe vjen kur ndalojmë së kërkuari miratimin e të tjerëve dhe fillojmë të jemi vetvetja. Në moshën 40 vjeçare, ne kemi mjaftueshëm përvojë për të kuptuar se çfarë ka rëndësi me të vërtetë. Kjo nuk do të thotë se jeta pas kësaj moshe bëhet magjike dhe pa probleme. Sfidat vazhdojnë, por ne I përballojmë ato me një perspektivë të re. Frika nga gjykimi I të tjerëve, ankthi për të dështuar ose presioni për t'u përshtatur zbehen. Për herë të parë, ne mund të zgjidhim atë që ka vlerë për ne, pa u ndjerë të detyruar të ndjekim një rrugë të paracaktuar. Nëse shoqëria na ka mësuar të kemi frikë nga mosha 40 vjeçare, Jung na fton ta shohim atë si një rilindje. Është koha për të lënë pas atë që nuk na përket dhe për të ndërtuar një jetë që reflekton thelbin ton të vërtetë. Pra, mosha e mesme nuk është fundi I rrugëtimit, por fillimi I një kapitulli më të vetëdijshëm dhe më kuptimplodh. Jeta e vërtetë, ajo që ne e zgjedhim me vetëdije, fillon kur ndalojmë së kërkuari përgjigje nga jashtë dhe fillojmë të shikojmë brenda vetes. Carl Jung kishte të drejtë, jeta fillon vërtet në moshën 40 vjeçare. E ju, a keni ndjerë ndonjëherë këtë ndryshim pas kësaj moshe? Çfarë ka ndryshuar në mënyrën se si e shihni jetën? Ndani përvojën tuaj me ne, do të ishim të lumtur ta dëgjonim.